Ta kanë marrë pjesë në krime edhe popullsia civile, lokale, fatkeqësisht serbe që kanë qenë aty, jo ndoshta që kanë bërë ata krime, por ata din kush e ka bërë krimin, edhe din ku kanë shku kufomat. A janë Vorros aty, a janë qu për Beograd, a janë qu për Bor, a janë qu për Vojvodin. A dikush i ka po ata njerëz. Një nuk ka bërë krimin në Kosovë. Krstis. Jam të pajtu. Kanë bërë shumë njerëz krime. Dhe tash, qësh i bon dërgjegja 27 vjetë pas lufte, halomes me tregu ku janë ata trupa. Unë nuk di qësh ka mundësi ata me mojtë mrendan atë krim që e kanë bosit që e kanë po. Sot e dëgjova dhe e lexova dikon që sot në Serbi është arrestu një njeri pse ka dhonë dëshmi që dikon në Kosovë është një varrez masive. Shteti Serb. Pro, halo shteti Serb nuk i lejon Serb që e kanë shpirtin të mirë, të ndershëm, me tregu ku janë varrezat masive në Kosovë dhe me tregu ka janë varros ose ka janë bord kufumat nga Kosova në Serbi. Nëse ke informacione për rasin konkret pastaj. Spori është dhimbshme që njerëz ende i kërkojnë dashurit e tyre 27 vite mbas përfundimit të luftës. Është shumë e dhimbshme edhe është e papranueshme që bashkësia ndërkombëtare nuk ushtron presion ndaj Serbisë, ndaj shtetit serb për t'i treguar vendndodhjet, sepse ata e dinë ku janë ato vendndodhje. Dhe shteti serb ka qenë edhe vrasës, ka qenë edhe organizatori krejt atij operacioni për mshefjen e kufomave, për varreza masive. Po është shumë e dhimbshme që banorët e asaj zone, flasim për Kalludrën, për ditë kalojnë kaj vend atje. Shpesh nështë kanë ecë edhe mbi ato mbetjet atyre edhe kanë hesht. Unë shpresoj që njerëz të mirë, me gjitha do t'i vrojnë ndërgjegja një ditë, si që ka ndodhë, sepse janë shumë për këtyre varreza, për këtyre vendeve janë zbulu pikërisht për këtyre njerëzve të mirë të cilët janë konfrontuar me ndërgjegjën e tyre pas 27 viteve edhe fol tyre kemi ardhur sot deri te gjetja e këtyre vendeve. Po prapo them janë për mi 1000 njerëz çdo kohë, janë për mi 1000 familje të cilat presin për ditë dashurit e tyre